Realisht ne dim që është nesër e vështirë, njohim ekipin e Çekisë, e dim elementin cilësor që ka. Do mundona që ti përballojmë me mënyrën tonë më të mirë të mundshme. Shumë e rëndësishme është që të punojmë nga ana psikologjike me këtë kundërshtar. Edhe vajzat jenë qeta për të përballuar me sukses. Nuk është kundërshtar që s'mund ta kalojmë, është kundërshtar që edhe mund ta kalojmë. Kështu që do bëjmë çmos gjë në minutën e fundit për të marrë rezultatin pozitiv. Po ne kemi ato dëmtimet tona, problemet tona, megjithatë vajzat që do luajnë besoj që janë në formën optimale dhe do pretendojmë që të japim maksimumin që të marrim maksimumin prej tyre. Edhe karikimi është, sepse gjithmonë të lush për Shqipërinë, për fanelin e Shqipërisë nuk është shaka, e ka karikimin vetë brenda, përfaqësosh një kënd, përfaqësosh këto ngjyra. Besoj që ne bile duhet ulim pak karikimin. Kështu që mendoj që bëjmë një rezultat dhe një lojë dinjitoze nesër kundër këtij ekipi të fortë.